Shikues të nderuar, përshëndetje, është ky edicioni më i ri i emisionit Ora Egjiptiane. Pothuajse jemi në përfundim të vitit shkollor 2025-2026, ndërsa shkollimi ende vazhdon të mbetet sfidë për pjesëtarë të komuniteteve. Në vazhdim, për detaje ndjekim kronikën e përgatitur. Braktisja e shkollimit vazhdon të mbetet një sfidë në lagjën përkatës të komunës së Gjakovës. Sipas Berat Thaçit, nga qendra mësimore në këtë lagje, 15 fëmijë kanë ndërprerë ndjekjen e mësimit, duke ngritur shqetësim për qasjen e tyre në arsim. Paraprakisht faleminderit edhe një herë për vizitën dhe për përcjelljen e vazhdueshme të aktiviteteve tona, qoftë si organizat, qoftë si komunitet, dhe interesimin e vazhdueshëm që keni për fushën e edukimit dhe stimulimin, apo më mirë të them, ndërgjegjësimin e komunitetit mbi rolin e edukimit dhe arsimimit të fëmijëve të tyre. Thënë në përgjithësi, edhe ky vit ka shkuar thujase ngjashëm me vitin paraprak, që do të thotë se rezultati i fëmijëve nuk mungon, interesimi i fëmijëve është vazhdimisht krahas bashkëmoshatorëve të tyre, me të gjitha ato të cilët ata ballafaqohen si fëmijë në shkollë, qoftë edhe me mungesa, ndoshta edhe me ndikim të braktisjes nga disa prej tyre, por jo në numër të konsiderueshëm apo të madh, të cilin ne përpara kemi identifikuar në veçanti të komunitetit Roma Shkali Egjiptian. Sot e vrem një entuziazëm, po do ta kisha shfrytzuar rastin me qenë se është edhe një çështore i gjithë fëmijëve këtë datë të rëndësishme për ta, duke dëshiruar mirëqenie, duke dëshiruar gjitha të mirat në jetë dhe një jetë sa më të lumtur dhe me shumë suksese dhe prosperitet në jetën e tyre. Sa i përket vjushmërisë në bashkëbisedim edhe me shkollën partnere të cilin e kemi këtu, shkolla Zeflush Marku, kemi informacion se numri i fëmijëve i cili sillet te braktisja është diku rreth 15 fëmijë, por që të gjithë këta fëmijë thuhet se karakterizohen me situata tepër të rëndë sociale. Shumë. Problematik me vendbanim, problematik me papunësi të mëdha të prindërve të tyre. Interesimi ult edhe nga ana vetë prindërve, përkundër faktit të vizitave të shpeshta që kemi bërë edhe ne si staf i qendrës në bashkëpunim me shkollën, gjë e cila tash mos së fundi dhe bashkë me organizatën Evo Koncepti, të cilët bashkërisht kemi dalë në komunitet për ta bërë jo vetëm ftesën për regjistrimin e fëmijëve, po edhe një shtytje drejt përfundimit sa më të suksesshëm të këtij viti shkollor. Po pavarësisht kësaj, thash ngelet sfiduese bashkëbisedimi me disa prej prindërve, meqense se përkundër faktit që kemi pas komunikime të vazhdueshme me ta, duket se ende nuk ka arritur ndërgjegjësimin në masë mjaftueshme që ta kuptojnë pse është kaq e rëndësishme vjushmëria e tyre në shkollë. Sipas Berat Thaçit, një nga arsyet kryesore të braktisjes mbetet mungesa e vetëdijësimit tek disa familje, të cilën rëndësinë e arsimit nuk e shohin si prioritet për fëmijët e tyre. Arsyetimet gjithmonë janë nga më të ndryshmet, ajo dihet, por unë nuk mund të them se një mësimdhënës është i keq për 20 nxënës e për 2 i mirë për 20 nxënës e për 2 është i keq. Janë të njëjtit nxënës që ndjekin po të njëjtit mësimdhënës, po të njëjta shkollë, po me të njëjtën metodologji dhe me të njëjtin sistem arsimor. Prandaj këtu mendoj që është më tepër ngecje të brenda vetë familja, në raste konkrete. Unë jam mos i bindur që është problemi te vetë familja, por që kjo nuk do të thotë që ne duhet të heqim dorë. Përkundër kësaj, ne në takimin e fundit që kemi pasur me shkollën, kemi rënë dakord që ta bëjmë edhe një vizitë bashkërisht, duke përfshi edhe një përfaqësues nga drejtoria komunale për arsim, që ta bëjmë edhe një takim të zbashku me këta prindër që të paktën nga shtatori të kthejmë në shkollë këta fëmijë, sepse disa nga ata kanë mungesa aq të mëdha sa është e pamundshme t'ju kalohet viti. Ndërsa për disa të tjerë shkolla ka qenë më tolerante dhe me vetë faktin që ata kanë filluar të rikthehen, do thotë vjushmëria e tyre në shkollë është normalizuar, përkundër saj ne shkolla i ka ndërmarrë disa hapa që të punojnë drejt motivimit të shtuar të këtyre fëmijëve dhe mos ta ndërpresin. Berat, i bjen kjo që duhet kthehet edhe një herë nga pika zero për bindjen e familjeve për çështjen e edukimit? Për disa po. Për disa prej këtyre fëmijëve po. Duhet punohet në vazhdimsi, thash me programin e prindërimit dhe me programin e vetë fëmijëve. Çka përmban programi i prindërimit? Programi i prindërimit është më së pari do të thotë diskutimi mbi rolin e prindërit që ka në edukimin brenda familjes të fëmijës së tij, dhe ato jo vetëm kur të futet në klasë të parë, por që nga lindja e fëmijës të fillon të punojnë në edukimin e tij, jo ta luajë rolin e mësimdhënësit, po ta luajë komplet rolin që prindi e ka.
ne kuptojmë sfidën që disa prej prindërve kanë në kuptimin e papunësisë dhe shpesh herë ata mundohen ndoshta kohën e kalojnë duke kërkuar punë ose duke punuar në mënyrë që t'i krijojnë të ardhurat për familjet e tyre. Por që kjo nuk mundet me qenë gjithmonë arsyetimi i vetëm për ta lënë fëmijën e vet pa shkollë. E dyta është që ne si institucion, thuja si organizatë qeveritare, qoftë si shkollë, qoftë si Ministria e Arsimit, jemi duke bërë çmos që edhe përmes programit të qendrave mësimore, të paktën ta kenë një mbështetje materiale në kuptimin e sigurimit të pakove shkollore për gjatë gjithë vitit. Jo vetëm në fillim vit e japim atë pakun për cilën do të fillon nxënësi, po pastaj mbështetja vazhdohet me fletuar libra, laps ato që nxënësit e nevojitin gjatë shkollimit tine. Për më tepër, ajo që na bën edhe më t'jemi të bindur në këtë iniciativën tonë është se ne kemi një morisë të nxënësve që vazhdojnë shkollimin e mesëm, e mos thëmë deri në nivelet akademike, për fatin e madh edhe të mirë. Ne kemi shumë studenta sot të cilët të vazhdojnë pa kur fare të lashë këtë arsimimin e tyre. Gjë që t'jep kënaqësi edhe për vetë ne, është satisfaksion për kohën që kemi humbur dhe angazhimin me këta fëmijë. Tash ky grupi që ka ngelur, mendoj që duhet ta krijojmë nëse mund ta gjuj, si tip të menaxhimit rasteve, po këto më së miri e trajton Qendra për Punë Sociale, po në bashkëpunim me ne, duke futur edhe aktorë të cilët kanë ndikim drejt për drejtin e arsimimin e këtyre fëmijëve, në mënyrë që ta krijojmë një grup dhe t'i mbajmë pak a shumë në monitorim apo në vëzhgim të vazhdueshëm këta fëmijë që të mos lejmë më që nga viti tjetër të kenë ndërprerje. Po flas për shtatorit, do të thotë viti fundit akademik 2025-2026, kjo shifër referohet kësaj domethënë kësaj periudhe arsimore. Por po është e vërtetë, edhe një fëmijë vetëm është problem. Ne të paktën ashtu duhet ta shikojmë. Edhe a duhet të kemi fokus të këta fëmijë, unë thash që padyshim. Mendoj që duhet gjetë edhe mekanizma tjerë të përkrahjes së familjes me gjitha ato problematika me cilat ata ballafaqohen. Qoftë në shëndetësi, qoftë në strehim, qoftë në punësim, ta gjejmë mënyrën, modalitetin që mos tjetën fund se fundja viktima në fund metet fëmia. Prandaj edhe unë prapë shfrytëzoj emisionin tuaj që të bëj ftesë të prindërit që kalkulimet mos bëhen në fund që viktimat metet fëmia, po fundja kemi obligim dhe është përgjegjësia jona, qoftë si prindër, qoftë si shoqëri, që ata fëmijë t'i kthejmë aty ku kanë vendin, qoftë në shkollë, qoftë në lojë, pa u mungu asnjë që thonë e mirë në drejtimin e arsimimit dhe zhvillimit të tyre. Prandaj konsideroj që është një hap, cilin duhet ta kemi prioritet në vitet ku ti referohem viteve tjera, referohem viteve arsimore. Ndërkaq duke filluar nga shtatori, të gjithë këta të 15-it, nëse tash unë po aludoj në një informacion që kom nga shkolla thuja para një javë, por që mund tjetë edhe ky numër tjetë edhe më i vogël, do të thotë edhe 10, po unë prapë them edhe një vetëm nëse është ne duhet të fokusohemi të ky fëmijë që nga shtatori i këtij viti. Janë nga komuna e Gjakovës? Kryesisht e Lagjës Bërkot si referona, sepse ne jemi të vendosur në këtë zonë komunitare. Në nivel komune mendoj që drejtoria e arsimit do t'i ketë të dhënat shumë të përgjithshme përmes sistemit të menaxhimit të informatave të cilët ata i kanë. Dhe sa i përket lagjeve të tjera nuk kemi ndonjë informacion. Braktisja e shkollimit. Familjet nuk po binden. Është zinxhiri që kemi fëmijë lëmushkërkues. E vërtet. Tash nëse bëjmë analizën e përgjithshme, unë e thash paraprakisht po kom qef më kop të suksesit, jo gjithmonë të problematika, edhe pse nuk është e jona të mirëmi vetëm me suksesin, por ku ta krahasoj situatën e viteve paraprake me atë sot ku gjenden pjesëtarët e komunitetit, konsideroj që ndryshimet kanë filluar të ndodhin. Thash, sot kemi 3 student, qoftë në shkollat mesme, qoftë në nivelin akademik, për fatin e mirë dhe me rezultate të mira shumë, qoftë në shkollë të mesme, qoftë në universitete. Se përket lëmoshkërkues, kjo tash bërë pak a shumë e politikave sociale, të cilat duhet të trajtoheshin në nivel pak më ndryshe, duke filluar nga niveli qendror deri te ai lokal. Sepse nuk është vetëm rasti i punësimit, se këta lëmoshkërkues nuk vinë nga një familje që vetëm kanë të papunë, po brenda asaj familje ka edhe shumë dukuri tjera,
cilat për fatin e keq janë dukuri shumë të vështira për të kalu një fëmijë, përfshiktu dhe dhunën shpeshherë në familje, dhe kjo me domos që pastaj ne vetëm duhet me qenë fort të jo njeri për të mos të kuptu situatën e atij fëmijët. Unë kam kështu një bindje që unë them nuk ka fëmijë që nuk është i suksesshëm. Problemi është a kemi ditë na ta identifikojmë ku ka suksesin ai dhe a kemi dhënë mundësinë atij fëmijët që ta tregoj vetveten. Prandaj një lojë sot do thjesht unë mendoj që kish më qenë motivi më i miri për atë fëmijë të jetë në bankat shkollore. Nga organizata jo qeveritare theksojnë faktin se nevojitet një angazhim më i madh i të gjithëve, familjeve, institucioneve dhe fëmijëve, në mënyrë që të kuptohet më shumë dhe rëndësia e qendrave mësimore në luftimin dhe braktisjen e shkollës dhe mbështetjes së shkollarëve. Konsiderojnë mos jo të mjaftueshme. Jo të mjaftueshme për arsye se nëse ne deri më tash po i referohen një periudhë gjatë kohore për se ne veprojmë. Do të thotë nëse i referohen për 26-7 vite sa ne ekzistojmë, thuja se mbështetja nga institucionet tona ka filluar të vijë viteve të fundit. Mirë po, dhe kjo mbështetje, derisa ne kemi menduar se do të shkojë në rritje, ajo në kuptimin financiar fjala, dhe jo për teke apo për dëshirat tona, po gjithmonë për referonave rregullore dhe ligjeve të miratuara dhe të zbatuara në Kosovë në nivelin e vlerësimit të punëtorit për punën që ai kryen. Tash, unë kuptoj punën vullnetare në organizata, unë kuptoj dëshirën e shumë të rive për të ndihmuar në atë formën peer-to-peer, që është bashkëmoshatorët për bashkëmoshatorët, por ta kemi të aktivizuar apo rast konkret. Konkretisht ne kemi humbur vite për të shkolluar disa të rinj që sot janë edukatorë dhe mësimdhënës që vijnë nga rrodhat e komunitetit romashkeli egyptian. Dhe ti throsim ne me nivelin e tyre akademik të punojnë prapë si tutor, mendoj që tash ka ndryshuar situata. Ne duhet t'i konsiderojmë ndryshe sepse këtu fillon ose shtytja për integrimin e përgjithshëm ose thyrja e tyre. Së fundja kom pas edhe rastin kur më kanë thonë se që na krym edhe shka. Ne nuk guxojmë ta lejmë situatën në këtë nivel. Këta të cilët kanë përfundu dhe që tashmë janë mësimdhënës, po mundohen me qenë motivues edhe për fëmijë të tjerë të cilët ende janë në qendër? Mendoj mos që po. Edhe për fatin e mirë në thash, nështë disa zona që jemi pak më në periferi, megjithëse jo çdo zonë, po janë disa pak më të theksune ku fëmijët kanë nështë këtë nivelin e braktisjes apo ballafaqohen me këto problematika sociale, sepse ka zona ose lagje në fshatra të komunës Gjakovës që janë shumë mirë të integruar, bile më mirë se në qytet në disa prej tyre. Sepse afërsia me komunitetin shqiptar atje ku jetojnë, lidhshmëria me punën është shumë më afërt se me qytetin. Paktën po marr rastin në fshatin Plançor, me atë që sa di, shpeshherë pjesëtarë të komunitetit romashkali egyptian janë të ndërlidhur me punën blegtorisë ose bujqësisë, edhe dinë shumë mirë ta realizojnë ato që kërkohet ndoshta edhe nga bashkëtuesit me cilët kanë ofër në fshat. Dhe integrimi i tyre është shumë i natyrshëm, edhe është aq mirë saqë ti shumë pak mundesh me vret dallimin, po aty ku komunitetet fillojnë të rritet numri i tyre apo grupizohen, si ku bie fjala lagja Ali Ibra ose lagja Brakoc, mos tonë që po vijnë pak më poshtë se Plançorin, Skevjan për shembull, veç fillojnë më paraqit këto probleme, por që ndoshta unë prapë po them, unë jam optimist në kalimin e këtyre problematikave, sepse e shoh si trajtim që nuk është, unë konsideroj nuk është më problem vetëm i shkollës ose një organizate, kjo është problem shoqëror. Bile shpeshherë duhet të ndroj. Këtë bisede kemi pas edhe me drejtoreshën e shkollës partnere, zonin Blerina Kumani, shpeshherë kemi folur se më ka drejtu kështu si mix, po them si drejtoresh, brat punoni që sa kohë çysh mund t'ja bëjmë, si ta gjojmë zgjidhjen për këta fëmijë. Edhe i kom thonë para detyrë unë konsideroj si brat që e para është na të jemi në nivelin e detyrës tonë, që do të thotë pedagogi ose mësimdhënësi ta kryej punën brenda klasës, shkolla tjetë e hapur dhe miqësore për të gjithë fëmijët, të angazhohemi gjithë së bashku që për një pako shkollore mos ta lëmë një fëmijë ta humb shkollimin e tij, të punojmë sa më shumë dhe sa më të afërt në komunikim me prindër se në komunikimin e keq ose të mirë
mes shkollës dhe prindit, viktim ose përfitus është fëmia. Sot dush mund ta lojmë ta kthejmë gishtin të njëri tjetrit, por në fund ditës viktima metet pra fëmia. Dhe do të thotë nëse gjithë secili metet edhe trajton problemin përkundit vetë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe më të vërtet i qoset te kalimi të problemit në mënyrën më njerëzore të mundshme, nuk shoh ndonjë problematik, por aq më tepër kur e dim se kur për këta fëmijë problemi më i vogël mundet me qenë shkolla. Nëse na dim ku jetojnë edhe me çfarë rreziqe ballafaqohen, atëherë shkolla për ta duhet me qenë shërimi e jo problemi. Pritshmëritë thash unë po i referona përvojës time tash sa vite me komunitetin Roma Shkali Egjiptian, po gjej koleg student, po gjej koleg në punë, po gjej koleg brenda organizatave qeveritare, me simdhënës ka këto komunitete tashmë të integruar në për shkolla, me një profesionalizëm dhe me një qasje shumë profesionale dhe shumë adekuate në punën me nxënës, dhe jo vetëm me nxënës të komunitetit, po pranë shkollave publike të qytetit. Prandaj edhe optimizmi jam për një qershorin e vitit tjetër dhe gjithë ata që janë pasus konsideroj të jetë gjithnjë e më i mirë. Një duhet ta dim që problemet nuk ndalen me jetën, po reformat duhen të jenë krahas nevojave të cilat ne ja takojmë në përditshmëri. Prandaj edhe unë jam konsideroj që e ardhmja do të jetë shumë më e mirë për këta fëmijë krahasuar me atë që po lëm prapa. Berat Thaçi vënë pa nevojën e madhe për bashkëpunim më të ngushtë të trekëndshit, familje, shkollë dhe institucione, për të parandaluar braktisjen e shkollimit dhe për të siguruar rikthimin e fëmijëve në proceset edukativo-arsimore. Miq të dashur, kaq kishim për këtë javë, takohemi pas një jave. Mirëmbëjtje.